mbrëma të nderuar shikues, ja ku jemi përsëri këtu në podcastin e Lirisë Okult. Para se të fillojmë, dua t'ju kujtoj edhe një herë si zakonisht, like, bëuni antar atje kanalit ton, subscribe kanalit për t'u antarësuar. Njëkohësisht falenderojmë edhe sponsorat e emisionit ton, cilët dalin vazhdimisht në krahun tim për bashkëpunimin me podcastin Okult. Njëkohësisht dua t'ju kujtoj të gjithë atyre që kanë dëshirë të komunikojnë me ne për ndonjë arsye, për ndonjë informacion ose për të bërë ndonjë sugjerim ose edhe në pikpamjen e marketingut, për të bashkëpunuar me ne qoftë me firmat brenda vendit, por edhe me firmat jashtë Shqipërisë, ata që kanë klientelë shqiptare në vendet ku ka grumbullime të shqiptarëve, si në Greqi, në Itali, në Shtetet e Bashkuara, Londër, Manchester, Liverpool, ku ka shqiptar, edhe në Gjermani, mund të komunikoni me ne për t'ju bërë reklama biznesit tuaj, për gjithë ata që ne do na duket të arsyeshme. Sigurisht, ne na ndjekin shumë bashkëdhetarët tanë jashtë Shqipërisë, jo vetëm ata që janë këtu brenda Shqipërisë. Mirë, vazhdojmë. Tema do t'jetë, e kemi prekur pas here, por kemi gërmuar në ca materiale që kemi zakon në stafi Okultit, që do ta thellojmë një çik temën perandoria e shtetit të thellë në kundër sulm. Një foto të mbretit Charles, ja ku e keni këtu duke folur në parlamentin kanades në datën 27 maj 2025, një ngjarje e çuditshme ndodhi pranë në Ottavë në këtë datë, ndërsa mbreti Charles III fluturoi me një avion francez Airbus me numrat CC 330 përtej oqeanit Atlantik, derisa vajti në Ottava dhe më pas u shoqërua me një autokolonë prej shumë makinash, 28 makina, drejt parlamentit kanadas për të mbajtur aty në fjalim para fronit dhe duke përuruar seancën e re të rëndësishme të parlamentit nën kryeministrin e ri të Kanadas, Mark Carney, laboristin Mark Carney, i cili në fakt ka qenë një personazh i rëndësishëm edhe në kohën e kryeministrit të mëparshëm Trudeau, të cilin e monitoronte. Në fjalën e tij, mbreti Charles deklaroi për tokën unitare me Britaninë të Kanadas, pasi dihet që mbreti Charles ose kurora është pronar i rreth 90% afro 89% mos gabojt sipërfaqes së madhe të Kanadas të quajtur tokë e kurorës, dhe ai vazhdoi t'u jepte leksione përfaqësuesve parlamentar të kanadezëve rreth angazhimit të tyre të domosdoshëm në kauzat e familjes mbretërore britanike, siç janë ato të dekarbonizimit, të militarizimit të Arktikut dhe mbështetjes së militarizimit evropian nëpërmjet planit të riarmatimit të Evropës për të përballur gjoja me rreziqet kundër Rusisë. Le të shikojmë një çik prej ardhjen perandorake të Mark Carneyt, i cili ka bërë të ditur se, pra kryeministrit Kanadas, që ka bërë të ditur se kërkon ta përfshi Kanadan akoma dhe më thellë në sistemin perandorak britanik dhe nën çizmen e satrapëve evropian, të cilët futën në kursin e Londrës nëpërmjet euros edhe Kanadan 30 vjet më parë. Mark Carney ka qenë guvernatori i Bankës së Kanadas, pastaj u bë guvernatori i Bankës së Anglisë, ja u kam thënë dhe herë tjera kur kam folur për këtë personazh super të rëndësishëm. Më vonë ai u bë i dërguari special i OKB-s për financat dhe klimën dhe tani qëndron në qendër të së ardhmes politike Kanadas, por duhet të themi se ai ka qenë shumë i rëndësishëm dhe për Klaus Schwab dhe për OIF-n e tij super të rrezikshme,
World Economic Forum. Mark Carney njihet si një nga arkitektet kryesor të asaj që quhet studimi Kanada 2020. Dhe ky përzgjodhi një grup mendimtarësh dhe i menaxhoi dhe karrierën politike të Justin Trudeau. Ndërsa tani, siç u thash, është sapo zgjedhur si kryeministri i Kanadas, ka shërbyer si antar i komitetit drejtues të grupit të fuqishëm Bilderberg, që është themeluar nga oficeri i SS, princi Bernhard i Holandës, ka qenë president i institucionit shumë të rëndësishëm që merret me kolonit e Britanisë, siç është Chatham House, që mbikëqyr edhe degën e tij të vogël, siç është Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë në SBA, i njohur me akronimin CFR në shqip, Council on Foreign Relations. Si antar dhe i bordit të administrimit Forumit Ekonomik Botëror dhe arkitekti i agjendës së gjelbër, Mark Carney ka punuar ngushtë me mbretin Charles në shpalljen e agjendës së madhe të rivendosjes ose të rivendosjes së madhe në Këshillin gjithëpërfshirës të kapitalizmit të cilin e ka ndërtuar Lina Forester de Rothschild, që u bashkua edhe me Vatikanin në vitin 2021 dhe kanë bashkëorganizuar iniciativën e mbretit për biznes të qëndrueshëm të krijuar në vitin 2020 për të riorganizuar financat ndërkombëtare rreth një, si mund ta quajmë, etosit të ri të gjelbër të dekarbonizimit. Ju lutem regjis një foto tjetër që ju kam dhënë, disa foto, është fotoja e kurorës britanike, mbretit Charles dhe bashkëshortes së tij me ato veshjet perandorake ja ku i kini këtu në foto. Mirë, po flisim për Mark Carney, i cili si kryeministri i Kanadas ka aluduar për pronarët e Kanadas, të cilët, domethënë që është familja mbretërore britanike, që nuk duan të bashkohen me SBA-n. Por kjo nuk është plotësisht e vërtet, duhet vigjilencë njerëz dhe asnjëherë mos i shikoni gjërat ashtu siç duken, se nuk dihet se çfarë ndodh. Mark Carney ka përdititur se dëshiron që mbreti Charles të marrë një rol më aktiv në formësimin e identitetit të Kanadas, madje ftoi atë që ta hapte edhe parlamentin e Kanadas, siç e thash, dhe duke mbajtur ai fjalimin para fronit. Kjo është era e parë që një monark në detyrë e bën këtë për 50 vjetët e fundit, po kush është në të vërtetë Mark Carney dhe kujt i shërben ai? Cilët janë pronarët e Kanadas për të cilët ai flet? Populli apo dinastia britanike? Le të kthehemi pak prapa në histori dhe të saksojmë disa gjëra të cilat pas here ne i kemi përmendur. Do të flasim një çik për Cecil Rhodesin përsëri, njeriu nga filloi gjithçka ideja e rikthimit perandorisë britanike në të gjitha tokat e humbura, sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të flasim pra për Rhodesin, çfarë formuloi ai, cila ishte ideja e tij për kishën e perandorisë britanike. Carney në fakt nuk është thjesht një bankier, ai është kryeprifti i një rendi të ri perandorak të veshur me jeshil. Misioni i tij është qeverisja teknokratike, por e maskuar si demokratike, si një administrim me moral. Ai në fakt nuk vepron si në punës publik, por si një administrator i perandorisë që dukej sikur vdiq mbas luftës së dytë botërore, perandorisë britanike, dhe kështu e din shumë njerëz, por ajo thjesht ndryshoi pamjen e saj dhe vazhdoi të sundonte po një lloj. Për ta kuptuar ne Mark Carney, duhet të kthehemi te vizioni që e formosoi atë dhe shumë të tjerë para tij. Këta e ka krijuar një njeri që në fakt nuk ishte lindur në Ottawa, por në Londër në vitin 1877 dhe atë vit
Pra, në këtë vit 1877, atë që kishte lindur në Londër, kemi fjalën për Cecil Rhodesin, ky shkroi një manifest ku bënte thirrje për zgjerimin e sundimit britanik në të gjithë botën dhe në fund të fundit për rimëkambjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat duhej dhe do të ishin një pjesë integrale e perandorisë britanike. Një foto tjetër, ju lutem regjia, ku është një person, një ushtar britanik me këmbët mbi kontinentin afrikan, mos gabohesh ai, dhe Rhodesi kishte një instrument, por ky nuk ishte një instrument ushtarak për ta realizuar këtë gjë, pra për të shtënë në kontroll Shtetet e Bashkuara, por ai mendonte se ky instrument ishte një klasë elitare menaxheriale e trajnuar në institucionet britanike, e financuar nga fondet e Rhodes Trust, dhe këta njerëz do të prapeshin të gjithë globin si misionar ideologjik dhe si mashina që do të punonin për Britanin dhe për endin e ri botëror që ajo kërkonte të krijonte, duke qenë në krye të gjithë botës. Në manifestin e tij, Rhodes i përshkroi bazën e programit të bursave Rhodes që do të krijohej së shpejti, ku ai do të shkruante: le të formojmë të njëjtën lloj shoqërie, një kish për zgjerimin e perandorisë britanike, një shoqëri që duhet të ketë anëtar në çdo pjesë perandorisë britanike që punojnë me një objektiv dhe një ide. Ne duhet i vendosim anëtarët e saj në universitetet dhe shkollat tona dhe duhet të shikojmë të rinjt anglez që kalojnë nëpër to. Vetëm një në 1000 do të kishte mendjen dhe ndjenjat që ne kërkojmë për një objekt të tillë. Ai duhet të sprovohet në çdo mënyrë, ai duhet të testohet nëse është i durueshëm në zjarr, i zoturuar nga elokuenca, shpërfillës ndaj detajeve të vogla të jetës. Dhe nëse ne gjejmë një të tillë në 1000 veta, atëherë ai të zgjidhet dhe të detyrohet me betim që të shërbejë për pjesën tjetër të jetës së tij në qarkun ku ai ka lindur. Ai pastaj nëse vazhdon të jetë i suksesshëm dhe i devotshëm, duhet të mbështetet nga ne me mjetet që ka shoqëria dhe të dërgohet në pjesë tjera të perandorisë ku ne do ta ndjejmë se ai është i nevojshëm. Këto pra janë fjalë të mëdha. Ja ndroj foton dhe mund të vendosësh Lordin Milner, i cili është Lordi Milner, i cili ka drejtuar në fakt fatet e luftës së parë botërore, duke drejtuar Chatham House-in. Ky ka qenë në fakt komisioner i lartë i Britanisë në Afrikën e Jugut dhe më pas u bë drejtori Chatham House-it. Kjo ka qenë gjeneza e lëvizjes për të krijuar atë që quhet tryeza e rumbullakët, që u ndërtua nga Cecil Rhodes dhe pastaj u vazhdua nga disa figura të rëndësishme të mëdha që kanë drejtuar tryezën e rumbullakët, që ata që mbajmë mend tonë për shembull janë Lord Alfred Milner, që e keni këtu në foto, është Philip Kerr, është Perkins, George Perkins, është Leo Emery dhe Lionel Curtis, që janë disa psikopat të Oxfordit që u përgatitën në zjarret e luftrave të Britanisë, si luftrat e Boerëve, duke mbikëqyrur dhe duke mbajtur në kontroll kampet e përqendrimit, dhe idetë e këtyre dhe veprat e këtyre më vonë u imituan nga Adolf Hitleri. Kjo perandori e padukshme ka kërkuar gjithmonë të forconte dominimin britanik nëpërmjet arsimit, grupeve të eksperteve dhe sidomos me anë të fuqisë financiare. Në vitin 1920, rjeti Lordit Milner, i Alfred Milnerit, krijoi 2 nga institucionet më të fuqishme në qeverisjen moderne globale, siç është Instituti Mbretëror i Çështjeve Ndërkombëtare në Londër, që siç u thash njihet me emrin Chatham House, dhe homologun e tij amerikan, Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë, që Hillary Clinton e quante Ania Nunn.
Në Oxford, në fakt, është trajnuar me bursën Rhodes dhe është zgjedhur si president më pas i Institutit Mbretëror të Çështjeve Ndërkombëtare, pra i Chatham House-it, Mark Carney, dhe ky është një pasardhës i denjë shpirtëror i këtyre figurave sociopatike të Oxfordit. Gjuha e tij gjithmonë është urgjente, s'kemi kohë. Probleme me klimën, ka krizë, karboni është shumë i lartë, dioksidi i karbonit. Por pas gjithë këtyre fasadave fshihet vetëm vizioni i rrezikshëm i depopullimit, sepse këta nuk mund të kontrollojnë një botë shumë të madhe. Në botën e Carneyit dhe në idetë e tij, qeveritë duhet të binden bankave qendrore. Dioksidi i karbonit duhet të bëhet si një kartë, si një monedhë, dhe përdorimi i llojit të energjisë që këta proklamojnë duhet të bëhet sjellje detyruar, dhe sjellja e tyre duhet të gjurmohet, të vlerësohet dhe pastaj edhe të tatohet mbi bazën e këtij dëgjimi që ata bëjnë. Por është i ri ky lloj sistemi që këta po kërkojnë të adoptohet? Ky sistem në fakt nuk është i ri. Në Kanada ka filluar qysh në vitin 1933, kur është krijuar një grup i quajtur Technocracy Incorporation, që ka propozuar një teknokraci të Amerikës së Veriut të sunduar nga inxhinier, ekonomist dhe jurist, por kryesisht nga inxhinier, por jo nga zyrtar të zgjedhur nga populli. Vizioni i tyre duhet të përfshinte zvendësimin e parave me kredi energjie. Keni para ato filmat ku krediti është shtu në kyçit dorës. Është një film që quhet In Time, duhet ta shikoni. Eliminimi i zgjedhjeve, monitorimi i çdo veprimi njerëzor përmes një regjimi të dhënash të menaxhuar në mënyrë qendrore. Kreu kanadez i kësaj lëvizje, në qoftë se mbaj mend gabim, ka qenë Haldeman, Joshua Haldeman, që është gjyshi i kujtat se gjova mirë? Elon Musk. Po, ju e thatë, Joshua Haldeman është gjyshi i idhullit tuaj Elon Musk. Ju lutem regjis, kini një artë të Amerikës së Veriut dhe të Kanadas, ku e kemi këtu, ku këta aspironin të qeverisnin këto territore, Amerikën, Veriun Amerikës së Jugut, Meksikën, Kubën, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadan. Përpara se të drejtonte këtë Technocracy Incorporation në Kanadan, vitet 36-41, gjyshi Elon Muskut ka drejtuar Federatën Korporative të Commonwealthit të shoqërisë Fabian, të një zone aty në Kanada. Ja një sekond, ta shikoj si quhet kjo, se ja harroj. Saskatchewan. Dhe këta e ka drejtuar nga viti 33 deri në vitin 36 pras Fabian Society, që është një e ka qendrën në London School of Economics and Political Science, ku ka mbaruar edhe George Soros i shkollën nëpërmjet bursës Rhodes. Dega kanadeze në fakt e shoqërisë Fabian të Londrës u themelua nga 6 studiues të Oxfordit me bursën Rhodes në vitin 1931, dhe këtu ka spikatur një antar që më vonë ju la detyra për të krijuar dokumentacionin për themelimin e NATO-s, dhe ky është i famshmi Scott Reid. Pra ky themeloi NATO në vitin 1947. Ju lutem, ju kam dhënë sa foto, janë një grup nga këta të shkollës Oxford, ku janë. Këta janë grupi që kanë ngritur atë
Fabian Society, shkollën Fabian në Kanada dhe në krah të majt është Forsey Eugen Forsey, i dyti është Utsworth, i treti është Matthew Book, si që shikoni, është ai që quhet Franklin Scott, ky tjetri është Frank Underhill dhe në krah aty ku thot Canada Chairman, që ka atë shënimin aty poshtë ke tavolina, është ai që u thash Escott Reid. Këta janë themelues të ligës së rindërtimit shoqëror të Kanadas dhe ata që krijuan federatën e Commonwealthit korporativ që sot ka emrin Partia Demokratike e Re. Këta kanë qenë të bazuar në Quebec dhe kontrollori kryesor i tyre ka qenë Scotti, i cili ka rritur dhe ka edukuar dhe baban e ish kryeministrit tashi Pierre Elliott Trudeau, që ka qenë kryeministër përpara Trudeau sëri juniorit. Scotti e ka pasur Pierre Trudeau në zyrën e këshillit privat në Ottawa gjatë viteve 50. Trudeau u trajnua dhe nga studiues të tjerë të Rhodesit si William Elliott dhe u fut në shoqërinë Fabian në tutelën e të mirënjohurit Harold Laski nga London School. Kini një foto tjetër ku janë disa nga figurat e shquara që kanë dalë nga shkolla Rhodes, ja ku i keni larg kini Kissingerin, frymëzuesin dhe ideologun e republikanëve në vitet 70, 80, 90 në Shtetet e Bashkuara dhe poshtë kini Majta Zbigniew Brzezinskin, librin e të cilit Shansi i fundit, The Last Chance of USA, e ka përkthyer shtëpia ime botuese, një libër shumë i bukur dhe unë kam komunikuar para se të vdiste me Zbigniew Brzezinskin nëpërmjet komunikimit elektronik dhe madje nuk pranoj që t'ja paguanja, po më falenderoj që do ta përkthejnja dhe çuditërisht ky nuk ka arritur do t'i shijoj ato paret që mund të fitonte nga unë, sepse ka qenë dhe fukara i shkreti. Megjithatë, është fat për ne që na e dha librin pa pagesë. Në krah djathtë kini një figurë tjetër, sa i bukur është ai me syze, shko si shikon njerëzit sa me dashuri. Ai është Samuel Huntington, ndërsa poshtë ky që i ka ngulur sytë shumë fort, diku jetur për dashuri, është Pierre Trudeau. Kurse në mes është, siç u thash, ai që ka formësuar këta, William Yandell Elliott. I tet e kontrollit përmes sistemeve kibernetike, menaxhimi përmes atyre sytheve të reagimit të dhënave në këto sisteme kibernetike, kam përshkruar në fakt jetën politike kanadeze gjatë gjithë shekullit shekullit 20. Në vitet 1960 u zhvillua një që quhej në Kanada revolucioni i qetë, që kishte për detyrë të zhdukte ndikimin e krishtërimit nga Quebecu, duke e zvendësuar ata me një rend të ri laik të ndërtuar mbi kontrollin e sistemeve dhe të një elite të re teknokratike. Shpeshherë drejtuesit e këtij revolucioni kanë qenë me emra francez, por gjithmonë ata kanë qenë besnik ndaj ndikimit perandorak britanik.
ka pasur shumë studiues të Rhodes Scholarship në Quebec me emra të tillë si John Pitts, po kështu Ministrinë e Arsimit sipas fabianistëve e ka krijuar një i mirënjohuri Paul Guérin Lajoie, që kam punuar shumë ngushtë me Pierre Trudon në Universitetin Laval, ku këta e mbikëqyrën transformimin e qeverisjes dhe të kulturës së Quebecut sipas revolucionit të qetë anti të krishterë. Një foto tjetër, Juria, ku kemi disa nga këta mostrat e Londrës, ja ku i kini. Këta janë ata që kanë themeluar institutin për kërkime në Universitetin Juridik në vitin 1961 dhe këtu janë disa njerëz të shquar të me ndikim në Kanada, siç janë Lalonde, është ai që është lart, më kem krahun e majt, ky është Mark Lalonde. Karl Goldenberg është përsëri lart, ai i dyti me çipuk në dorë, me syze, me mustaqe, dhe Jean Bitz është ai që është poshtë në krahun e majt, që ka kollarën çik të shtrembër, dhe në krahun e djathtë lart dallohet që është Pierre Trudeau, një nga njerëzit më të rëndësishëm dhe agjentët e Londrës në Kanada. Kur u ngrit në pozicionin e kryeministrit Pierre Trudeau, ky nisi një val ristrukturimi kibernetik në të gjithë qeverinë federale. Kjo përfshinte krijimin e klubit kanades të Romës në vitin 1970, i cili përgatiti terrenin për reformimin e gjithë sistemit qeverisjes kanadeze rreth një logjike të përshtatjes ndaj kufive, ndër bashkëthemeluesit e kësaj agjencie për krah Trudeau, pra ishin studiues tjerë të Rhodes Scholarship, si Roland Michener, që ka qenë guvernatori i përgjithshëm i Kanadas, Maurice Strong, Alistair Gillespie dhe Mark Lalonde, që ja u tregova në foton, ja ku e keni aty, kratë majt lart, që është trajnuar në Oxford. Keni foto tjetër, regjia, që ka të bëjë me betimin, duke shkuar në betim, ja ku është qeveria e Pierre Trudeau's, i cili duket që është i pari me syze, i tretit do më thënë nga krahu i majt, dhe këtu ka disa nga ministrat e kabinetit të tij, si John Turner, që është në krah të tij ose në mes, Jean Marchand, i dyti nga e djatha, dhe sekretari i shtetit Gerard Pelletier, i cili është ky që është pak më i vjetër në krah të djathtë dhe ky me syze. Kjo fole ishte drejt për drejt përgjegjëse për krijimin e ambientalistëve të Kanadas, që kishte aplikuar dhe një analizë të sisteme me qëllim transformimin e asaj që dikur kishte qenë politika e zhvillimit të ujit dhe të energjisë dhe që ishte përqendruar rreth një misioni kombëtar drejt menaxhimit të ekosistemeve. Por në klubin e Romës, të financuar nga David Rockefelleri dhe princi Bernard, që u paraqit ky forum ky klub në forumin ekonomik botëror të Davosit në vitin 73, ky dualizëm i politikave kanadeze që u krijua mbas kësaj u karakterizua nga ndryshimi dhe ekuilibri i pastër e i pandryshueshëm i natyrës, i cili supozohej që duhet të bëhej me liq, dhe mbas këtij supozimi, në fillim me fjalë, lindi një fe e re që është feja jeshile, që maskon qëllimet e saj fashiste
pas një nacionalizmi të ri kanades që këta kishin filluar të ndërtonin, të përqendruar jo rreth dashurisë për njeriun, lirinë dhe zhvillimin, por rreth frikës nga agresorët amerikan dhe rus dhe admirimit të pacak për Britaninë. Ju kam dhënë një foto për themeluesit e klubit të Romës që janë Alexander King, regjia, dhe Aurelio Pecei, të cilët të gjithë kanë ardhur nga Kanadaja, jo rastisht janë krahë djathësh, ai me mustaqe, i thinjur është Aurelio Pecei, ndërsa Alexander King është një përfaqësues i klubit të Romës nga Britania. Duhet të theksojmë se megjithëse Pierre Trudeau ishte pjesëmarrës entuziast në takimet e klubit të Romës, madje ky sponsorizoi dhe konferencën e vitit 71 në Montebello, mos gaboj, në Quebec, duke i dhënë jetë librit të rëndësishëm që kemi përmendur dhe tjera të klubit të Romës që quhet në shqip Kufit e Rritjes. Por Trudeau nuk u bë asnjëherë antar i regjistruar zyrtarisht derisa u largua nga detyra dhe Trudeau mbeti në fakt një mik i ngushtë me Alexander Kingun, me londinezin Alexander King, dhe sipas ish ambasadorit të Shtetet Bashkuara në Britani, në Kanada, Thomas Enders, Trudeau i referohej shpesh klubit të Romës duke menduar mbi nevojën për qasje të reja politike dhe morale kanadeze dhe botërore. Fama e Pierre Trudeau, si përfaqësues i klubit të Romës, ishte shumë i madh. Pas vdekjes së Aurelio Peceit në vitin 1984, ky që është në krah djathtë, këtij u kërkua nga këta mjeshtrat e mëdhenj, ju kërkua që të zvendësonte Aurelio Pecein, por ky e refuzoi në fakt Pierre Trudeau për arsye politike, siç tha atë kohë. Do të flasim një çik për një personazh që quhet George Grant dhe për botën e re të guximshme. Po të përmendim një fjalë të një autori që vinte nga Fabian Society, The New Brave World, quhet libri i tij, ku flitet shumë për ndërhyrjen e teknokracisë dhe teknokratëve në jetën e njeriut, sidoqoftë po përmendim librin e George Grant, i cili është babai i nacionalizmit të ri të Kanadas, të themeluar në vitin 1962-63, duke krijuar dhe flamurin kombëtar modern të Kanadas, atë që është me një gjethe palme. Ky e ka shkruar këtë nip bashkë me nipin e presidentit të Rhodes Trust, George Parkin. Dhe shkroi një libër që quhet Vajtim për një komp në vitin 1963, ku e ke atje Lament for a Nation. Në këtë libër, Grant kishte filluar të tregonte besnikërinë e tij ndaj teknikave të kontrollit të mendjes të përpunuara nga ai që u thash që ka shkruar librin The New Brave World, që është Aldous Huxley, i cili krijoi dhe krijoi dhe UNESCO-n. Ja çfarë shkruante Aldous Huxley në librin e tij. Jo, më falni, George Grant, kam marrë një citat George Grantit. Aspiratat për progres e kanë bërë, jo, është i Aldous Huxley, më falni. Aspiratat për progres e kanë bërë Kanadan të panevojshme. Shteti universal dhe homogjen është kulmi i përpjekjeve politike. Universal nënkupton një shtet botëror i cili do të eliminonte mallkimin e luftës midis kombeve. Homogjen do të thotë që të gjithë njerëzit do të ishin të përzierë dhe të barabartë dhe lufta midis klasave në këtë mënyrë do të eliminohej. Masat dhe filozofët kanë rënë dakord që kjo shoqëri universale dhe egalitare, pra barazimtare, është qëllimi i përpjekjeve tona historike, i jep përmbajtje retorikës, si të komunistëve ashtu dhe të kapitalistëve.
ky shtet do të arrihet duke përdorur mjetet e shkencës moderne, një shkencë që çon në pushtimin, por dhe mbrojtjen e natyrës. Kështu pra theksonte Aldous Huxley. Nipi Grantit është sot konti Michael Grant Ignatieff, që u bë dhe kreu i Partisë Liberale të Kanadas në vitet 2008-2011, ndërsa djali Pierre Trudeau, Justin Trudeau, ishte duke u përgatitur për këtë pozicion nga Mark Carney, kryeministri i sotëm i Kanadas, dhe zyrtarët e Këshillit Privat të asaj që quhet Kanadaja 2020. Ignatieff, pra djali i Michael Grantit, punoi ngushtë me studiuesit e Rhodes Scholarship, George Grantit, se thash Michael Grantit, lapsus, punoj me njerëz të tillë si Bob Rae, që ka qenë kryeministër i Ontarios, që e mori detyrën si udhëheqësi i Partisë Liberale nga viti 2011 dhe në vitin 2013 dhe shërbeu si president i Universitetit të Shoqërisë së Hapur të George Sorosit në Hungari, ku ju përkushtua rrëzimit të Viktor Orbanit, armikut të globalistëve. Në këtë kohë, ky person, Bob Rae, ja la vendin e tij në parlament një studiuese të Rhodesit e quajtur Chrystia Freeland, e cila u caktua për të menaxhuar Justin Trudeau e ardhshëm që të pajiste Kanadan për të përgatitur për të shkuar në luftë me Rusin. Ashtu siç ndodhi në fakt dhe Kanadaja është përfshirë në luftën proxy të Ukrainës në favor të kurorës britanike. Në fakt, Mark Carney dhe Chrystia Freeland, që është tani zëvendës kryeministre, veprojnë sipas të njëjtës traditë. Gruaja e Mark Carneyt është Diana Fox Carney, dhe kjo është bashkëpunëtore lartë në këtë OIFN Kanada 2020, që është trupa e mendimit që përgatiti Trudeau e vogël dhe çoi përpara agjendën e integrimit të Amerikës së Veriut. Duket si kontradiktore në fakt tash marrëdhjen e Trumpit, por do flasim një çik më shumë se ne kemi të drejtë të dyshojmë se mos të dy palët po punojnë për të ndarë botën në 10 rajone, sipas ndarjes që ka bërë klubi i Romës qysh para viteve 1980, për të cilat unë kam folur një në një dalje në televizion publik. Ka qenë dhe një grup njerëzish të tjerë si John Manley dhe Thomas Axworth, të cilët ndihmuan në hartimin e raportit të Task Force-së së vitit 2005, duke bërë thirrje për një bashkim gjithë Amerikës së Veriut dhe për miratimin e një monedhe të vetme të modeluar sipas euros, një regjim rregullator të harmonizuar dhe një klasë menaxherësh të pasgjedhur që të sundojnë jashtë kufive midis shteteve, ja ku janë një grup i kësaj që quhen Kanada 2020, ju kam dhe një fotoja tjetër, ku janë një grup njerëzish që kanë themeluar OIFN Kanada 2020, ja ku i keni, këta janë pjesë e partive liberale, teknokratike, në krah të majt është një figurë e shuar, siç është John Manley, i dyti është ai që quhet Bob Rae, që ja u përmenda dhe që ka qenë dhe në Hungari si ambasador. Në mes është Anna McClellan, Bill Graham është tjetri dhe në krah të djathtë është Thomas Axworthy, i cili ky i fundit është antar legal ose ligjor i familjes mbretërore privat të Këshillit Privat të Kanadas. Këto objektiva këta për të bashkuar gjithë Amerikën e Veriut nuk i kanë braktisur kur. Ato sot po rishfaqen me forcë të re, pavarësisht se ne na duket sikur Kanadaja po lufton kundër Amerikës për të bashkuar me të.
Të njëjtat figura që tani flasin për rezistencën ndaj klimës, mbështesin mbrojtjen e militarizuar kontinentale, dale se ç'po mbien vesh mua. Këta kërkojnë të kryojnë atë që quhet mburoja raketore, që quhet kubeja e artë ose kupola e artë, që mbështetet si nga Carney, por edhe nga Trumpi, i cili ka gjithë të kohë që po thot do bëjmë një mburojë qellore, thot që të mbrojmë vendin, kontinentin ton nga goditjet e Rusisë me armë përthamore nga polici keq. Gjithashtu një projekt që quhet Projekti X i Elon Muskut, që ka nisur në vitin 1998, synon të zvendësoj bankën tradicionale, siç janë sot me fiat para, me një platformë globale të një monedhe digjitale të vetme, e cila nuk ka pse tjetë mbështetur tek ari, pra një lloj fiat paraje po digjitale, dhe rritjen e forcave prodhuese. Por këto para, për secilin që do t'i zotëroj, para digjitale do të ketë të bëjë me sjelljen e tyre ndaj sistemit politik. Musk gjithashtu kërkon të promovoj të ardhurat bazë universale për të menaxhuar ata që quhen ngrënës të padobishëm, ose ata që nuk kanë ndonjë vlerë, njerëzit për agjendat e depopullimit. Dhe është Musk që është duke shtyrë përpara dhenat biometrike ose ID digjitale, integrimin e njeriut makinë, po edhe më shumë objektiva ka Elon Musk. Ëndra për një teknokraci të Amerikës së Veriut e konsideruar prekor si periferike, po riemërtohet dhe tani në shekullin e 21 me personazhe si Mark Carney dhe Trump. Ndërsa Kanadaja integrohet gjithnjë më thellë në rrjetin e kontrollit të Anglisë dhe të kurorës së saj, presidenti Trump ka treguar gjithashtu gatishmërinë e tij për të pranuar ofertën e mbretit Charles për të ribashkuar me Commonwealthin britanik si antar i asociuar, duke thënë madje e tua mbretin Charles. Kjo ende është një teori. Ne do të shikojmë se çfarë do të ndodhë dhe akoma nuk është vërtetuar. Ne nuk e dim nëse Donald Trump e kupton se është futur në një kurth që në fakt nuk përfshihet shndërimi i Kanadas në Republikë apo bashkim me SBA-n, por rrezikohet që SBA-ja të bjerë përsëri në tutelën e perandorisë britanike. Nuk dihet gjithashtu nëse Trump e di programin e klubit të Romës për një botë të ndarë në 10 mbretëri, në 10 entitete, në 10 zona. Keni dhe një artë regjia. Kjo artë është krijuar në vitin 1973, ku i keni 10 rajonet, dhe i quhet modeli i reanalizuar me 10 pjesë dhe përshtatës i sistemit botëror global. Sigurisht që mbështetja e Trump për liberalët e Mark Carney në zgjedhjet e vitit 2025 është e pasigurt dhe e dyshimt, dhe tendenca e tij për ta menduar kurorën britanike si diçka të ndarë nga shteti i thellë britanik që punoi kaq shumë për të sabotuar mandatin e tij të parë në detyrë, tregon disa pika të dobta dhe potencialisht fatale të presidentit Trump. Për më tepër, tendenca e Trumpit për të besuar transhumanistëve si Elon Musk, Peter Thiel, Alex Karp, Larry Ellison i Oracle, tregon gjithashtu një pengesë të madhe në kuptimin e tij të forcave historike që janë shumë të fuqishme dhe në lëvizje në Amerikën e Veriut. Ne nuk po edhim poshtë mundësinë që Trump të ketë një plan të shkëlqyer prapas skenave, me se është ajo
trust plan, besoj planit, po nuk po shikojmë ndonjë zhvillim dhe ne kemi të drejtë të dyshojmë. Injorimi i këtyre fakteve shqetësuese që ne po përmendim, thjesht sepse kemi besim të verbër tek plani, nuk është konstruktiv. Asnjë nga realitetet perverse të përshkruara sot në këtë lloj esej që unë po trajtoj, nuk mund të ishte e mundur pa humbjen e kujtesës midis shumicës së popullsisë dhe politikësve kryesor, që do të thotë se vetmi arsye që dikush të ishte i ndjeshëm ndaj narrativave që e paraqisin Kinën, Rusin, Iranin, gjuhishët si armiq të Amerikës, siç bëjnë në shumë nga këta mbështetësit e MAGA-s, Make America Great Again, ta bëjmë Amerikën përsëri të madhe ose pasardhësit e Trumpit në vitet e fundit. Kjo tregon për mua një ignorancë të rrezikshme të ndikimit ekstrem të perandorisë britanike, që është ende jashtëzakonisht aktive me ata strategët e vet imperial që kur nuk e falin humbjen e kolonisë së tyre amerikane dhe gjithmonë këta kanë qenë forca lëvizëse pas vuajtjeve të gjithë botës, por dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë 225 viteve të fundit, pra mbas revolucionit amerikan të vitit 1776. Duhet kujtojmë që britanikët nuk hoqën dorë kurrë në fakt nga rimëkembja e perandorisë së tyre dhe nga dështimet në shekullin e 18 në kontinentin amerikan. Në vitin 1909, për shembull, Lordi Milner ose Alfred Milner i ka paralajmëruar bashkëpunëtorët e tij se rreziku më i madh për pushtetin britanik nuk ishte nacionalizimi kanadez, por bashkimi kanadez me Shtetet e Bashkuara. Për ta ndaluar këtë, ata krijuan një nacionalizëm sintetik, e quanin ata, jo amerikan, por të nënshtruar në eshtje ndaj fuqisë së Londrës. Milner shkruante në këtë vit, midis tre mundësive të së ardhmes, një bashkim për Kanada më flitet, një bashkim më i afërt perandorak, pra me Britaninë, 2 bashkimi me SBA-n dhe 3 pavarësia. Unë besoj padyshim se rreziku numër 2 është rreziku më i madh. Nuk mendoj se vetë kanadezët janë të vetëdijshëm për këtë. Ata janë çuditërisht të papjekur në reflektimin politik mbi çështjet e mëdha dhe mezi e kuptojnë se sa të fuqishme janë ndikimet e huaja. Ka qenë një kryeministër kanadez që quheshe Laurier, Wilfrid Laurier, për një bashkim doganor të Amerikës së Veriut të bazuar në bashkëpunimin industrial dhe tarifat mbrojtëse. Dhe këto u sabotuan në vitin 1911 nga forca diskrete dhe padukshme e Lordit Alfred Milner me atë që është Deep State i Kanadas. Dhe ndodhi një grush shteti i butë që e largoi Laurierin nga Kanadaja dhe kjo përfshi dhe yri me zell në luftën e parë botërore si një ushtar i interesave britanike, që nga i moment kontrolli i Round Table ose i Chatham House mbi Kanadan gjithnjë e më shumë vetëm se u shtrëngua. Gjatë masakrave të luftës së parë botërore, ky kryeministër demokrat, pra Wilfrid Laurier, ka shkruar: Kanadaja tani qeveriset nga një junë të ujshrish e ulur në Londër, e njohur si tryeza e rumbullakët, duke dhënë pasoja mbi ne këtu në Toronto, në Winnipeg, në Victoria, me konservatorët dhe gritë që marrin idetë e tyre nga Londra dhe imponojnë ato në mënyrë të pastudiuar tinëzare në Kanada. Në vitet 1940, edhe presidenti Franklin Roosevelt i Shtetet e Bashkuara paralajmëroi se departamenti i shtetit kishte brenda të infiltruar njerëz që punonin për Winstonin, theshte presidenti, pra për Winston Churchillin, po ideja është për Britaninë, për kurorën britanike.
ka pasur pra shumë agent britanik, ata që tashmë quhen shteti i thellë, që nuk janë gjë tjetër veç se ata që duan të bëjnë Britanin qendrën e botës, e gjithë botës së ardhshme dhe në shtrimin e Shtetet e Bashkuara në këtë perandori. Kur vdiq Franklin Delano Roosevelti, këta të studentët e Rhodesit vepruan shumë shpejt dhe agentët e perandorisë britanike morën kontrollin e kartës së OKB-s me njerëz siç ishte konti Coudenhove Kalergi dhe me anë të Council on Foreign Relations, Këshillit për Marrëdhëniet me Jashtë dhe të Bashkuara. Këta artuan NATO-n, agentët e perandorisë britanike, me njerëz të tjerë siç u thash, Scott Reid, këta kryuan UNESCO me presidentin e parë të shoqërisë eugenike Julian Huxley, vllai i Aldous Huxley, ai që ka shkruar librin e tmerrshëm Bota e re e guximshme. Këta kryuan Federatën Botërore të Shëndetit Mendor nëpërmjet John Rees, që është nga Instituti i tmerrshëm Tavistock. Që të merrni vesh se çfarë është Instituti Tavistock, duhet të lexoni Komiteti 300 libër i botuar nga shtëpia ime botuese Helga Sykris. Këta themeluan dhe atë që në fillim u quajt OECD dhe që kishte lidhje me krijimin e Eros dhe Bashkimin Evropian në themeluesin e Klubit të Romës Alexander King. Institucionet e sundimit global u shfaqën me shpejtësi në këtë mënyrë, shumë prej të cilëve kartat e tyre themeluese u shkruan nga burra që mbanin vulën e Rhodesit, siç u thash, Scott Reid për shembull shkëlqen me projektin që shkroi për NATO-n. Dean Rusk orkestroi luftrat e jashtme të Amerikës, si ato të Vietnamit, ato të tjerat nga dishullin e Indokinës. George McGee formoi atë që quhej doktrina Truman dhe William Fulbright vendosi bazat e globalizmit modern në botë. Kudo ku ka teknokraci, siç është Bashkimi Evropian, të gjitha qeveritarët e Bashkimit e Komisionit Evropian, se s'kam fakt Bashkimi Evropian, ka Komision Evropian. Bashkimi Evropian është si të thuash një shprehje, po jo një fuqi. Mark Carney këtë trashëgimit të teknokracisë e ngriti dhe po përpiqet ta ngrer akoma dhe më lart në nivel në Kanada. Ky nuk ofron politika që formohen mbi bazën e lojës së demokracisë, por sjell korniza, mjete dhe tabela rezultatesh. Ai flet gjuhën e qëndrueshmërisë, barazisë, modernizmit, por pas kësaj qëndron vetëm një qëllim i lashtë, sundo pa aprovim ose pa pëlqim të atyre që qeverisë, sundo me ekspertizë, sundo me perandori. Ne na thuhet se ky është progres, i cili ka ngjyrën e gjelbër, është gjithë përfshirës, është inteligjent. Por, në fakt, poshtë gjuhës së virtytit fshihet një sistem i ndërtuar për të menaxhuar njerëzit dhe burimet dhe për të penalizuar çdo shoqëri nacionaliste ose etnike që kërkon të rezistojë asimilimit në këtë rend të vetëm të tmerrshëm perandorak. Në fakt, kjo nuk është qeverisje. Ky është një pushtim i mbështjellë me një retorikë, si të thuash, dëmshurie. Mark Carney nuk është një shkëputje nga e kaluara, por ai është një vazhdim i saj i kujdesshëm, siç u përshkrova më lart që kur kam filluar këto lloj tendencash. Betimi i tij besnikërisë nuk ka qenë ndaj popullit të Kanadas, por ndaj kurorës dhe trashëgimtarëve që do të vinë më pas të mbretit Charles. Ai ka një përshmim për demokracinë dhe për kushtim ndaj sistemeve të kontrollit teknokratik, dhe këto janë bindje të tij të thella.
dhe ai është riemëruar nga një bankier qendror I ftohtë në një kampion të lirisë kundër imperializmit të Ligë Amerikan dhe identiteti I bazë ka mbetur në fakt I pandryshuar. Misioni Carnate mund të gjendet I shprehur qartë si përmbushja e ëndrrës së secil rodesit për të krijuar një kishë për zgjerimin e perandorisë britanike dhe rimarrjen e kolonive të Shteteve të Bashkuara. Kjo agjendë ka përfshirë infiltrimin e ngadalë të SBA-s dhe Kanadas nga breza të tërë agjentësh të perandorisë të përkushtuar për përmbysjen e shteteve kombëtare sovrane dhe për shkatrimin e eksperimentit regjeu lutem hiqeni foton dhe për shkatrimin e eksperimentit të revolucionit amerikan të vitit 1776 dhe krijimin e një rjeti dhe kontrolli global në ndikimin e një teknokracie kozmopolite të krijuar nga perandoria britanike dhe shkolla e saj e fuqishme e Oxfordit që në fakt do të thotë shkolla që ka ngritur deep state-in në vendet kryesore të botës ku Britania mund të asë kundërshtim. Pra, duke mbyllur këtu të nderuar shikues, mendoj që kemi ezauruar dhe kemi sjell disa pamje të reja të kësaj ide që unë her pas here përpiqem ta sjell ke shikuesit dhe dëgjuesit shqiptar për të kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh dhe çfarë pritet të ndodh dhe kush janë objektivat e ardhshme të historisë të cilat synojnë të rritin kontrollin, ta lehtësojnë ata dhe mbi të gjitha duke përdorur mjetet e reja teknologjike dhe inteligjencën e lartë artificiale. Mendoj që këtu ta mbyllim duke ju kujtuar dhe njëherë që ta kishni lart subscribe që ky emision që të ndjek në kohë reale dhe asnjëherë ju të mendoni dhe të ndiqni. Nga unë, Alfred Sargo, natën e mirë dhe mirupafshim në emisionet e tjera të radhës të cilat do t'jenë gjithnjë më të bukura, gjithnjë më të vërteta, gjithnjë e më ulumtuese me metodën tonë të nëndetëses, asnjëherë me metodën duke parë icebergun me dylbi nga anija si bëjnë këta tullacët e këto emisionet e tjera. Por ne jemi nëndetëse, shikojmë 5 të shtatat poshtë, jo 2 të shtatat që janë mashtruese lartë. Edhe njerë, natën e mirë dhe mirupafshim.